Kemi bërë atë që nuk e ka bërë njeri në historinë e këtij shteti. Që nga 1912 kemi marrë vendimin të heqim dorë nga një pushtet i jashtëzakonshëm, që është pushteti i politikës mbi drejtësinë. I jashtëzakonshëm për politikën, por i dëmshëm për shoqërinë edhe për vendin, edhe për popullin. Kemi hequr dorë. Kemi marrë shpatën që e kisha unë atje në zyrë nga 1912 kalonte dorë më dorë, mbretëri, diktaturë, demokraturë, qatë doni ju, ajo shpata ishte në zyrën e të parit. Vendoste i pari se kush dënoj e kush zdënoj, apo jo. Dhe prandaj ne për turpin e madh të kësaj politike, të burgosurin e fundit politik e kemi në kohën e demokracisë. Fatos Nano, ne kemi burgosur politik në kohën e demokracisë, sepse e kishte bufi shpatën në zyrë. Edhe me atë shpatë, bam, i ra kryetarit të opozitës edhe fundin burg. Ne morëm vendimin shpatën ta dorëzojmë. Altin Dumanin e njini ju, të tërë e njini, apo jo? Të tërë e njini. Nuk ka shqiptar që nuk e njeh sot Altin Dumanin dhe respekton shumica dërmuese me të drejtë. Po Altin Dumani ju mendoni që lindi në 2020? Jo. Mendoni që doli nga shkolla në 2020? Jo. Ka qenë prokuror vite e vite të tëra Altin Dumani. Njeri me integritet. Nuk i thua dot që nuk është me integritet. Njeri me kurajo, nuk i thua dot që s'ke kurajo. Njeri që beson ato që bën. Pse nuk thiri ndonjëherë Altin Dumani, jo të thriste figura të njohura. Po pse nuk e thiri Altin Dumani njëherë një deputet? Të është hajde këtu ti. Më thuaj pak si është kjo punë. Ose në i drejtor të madh. Pse nuk e thiri? Aty ishte Altin Dumani në prokurori. Sepse nuk e kishte pushtetin ta bënte këtë gjë. Sepse shpata ishte në duar të politikës. Ishte i çarmatosur, ai dhe të tërë tjerët. Dhe ishin vegla. Jo ai, por shumica dërmuese e tyre ishin vegla. Bënin çfarë i thoshte politika për interesat e politikës. Pastaj, kur politika s'kishte ato interesat e veta, këta bënin llumin dhe zullumin që i bëri me 17 shtëpi me 40 prona që ja u kishte dhënë vjerra. Vjerrat më bujare të botës dolën vjerrat e këtyre. Më dha vjera këtë e më dha vjera atë. Të tëra para të marra nga korrupsioni. E bëm ne. Tani dalin këta. Edhe thonë, si ka mundësi që këta kërkojnë votën, kërkojnë mandatin, kur kanë gjysmën e qeverisë në burg. E para punës njerë që ne nuk kemi asnjë nga qeveria në burg njerë si fillim. Kemi nënhetim, kemi në gjykim, apo kemi të dënuar njerëz që kanë qenë në qeveri në mandatën e parë